Palestinezi i cili për vite me radhë e vuri trupin e tij para ushtarëve izraelit për të mbrojtur fëmijët e vegjël, u gjeti vdekur në shtëpinë e tij pas një bastisjeje nga forcat izraelite. Haxhi Ziad Abu Khalil, për vite me radhë, është identifikuar si njeriu simbol që vendos trupin e tij para forcave izraelite për të mbrojtur të rinjt dhe fëmijët e vegjël në bregun perëndimor të pushtuar. Ai u bë i famshëm për palestinezët në vitin 2017, kur ju hakërrye një ushtar izraelit që po përpiqej të qëllonte mbi fëmijët e vegjël që gjuanin me gur ndaj patrullës sioniste. I moshuari palestinez, i cili synonte edhe bashkëjetesën paqësore të palestinezëve dhe izraelitëve, ka ndërhyrë qindra herë gjatë dekadave në konflikt dhe në asnjë prej tyre nuk hezitoi të fliste në vend që të godiste ushtarët. E megjithatë, gjatë viteve që ai ka luftuar në mënyrën e tij, Khalil është qelluar më shumë se 100 herë nga ushtarët izraelit dhe ka kaluar më shumë se 7 vjet në burg pasi u arrestua disa herë. Së fundi, autoriteti palestinez raporton se ka pasur një bastisje të forcave speciale të ushtrisë në zonën ku ka jetuar Khalil. Ushtarët, gjithmonë sipas palës palestineze, pushtuan dhe shtëpinë e tij. Në mëngjes fqinjët e gjetën të pajetë, duke pretenduar se ishte rrahur për vdekje.